Hoc, a do të jemi në xhenet, inshallah nëse jemi banor të xhenetit me familjarët bashkë? Baba, nana, fëmijët, bashkëshortja. Normal, domethënë edhe atë që përmenda më herët, po edhe kjo prej plotësimit të mirësisë në xhenetit është që ti të jesh me njerëzit e afërt të tu. Sepse atje do t'i kesh, domethënë, çato njerëz do t'i kesh babë, domethënë nuk ndryshon ky realitet. Babën do ta kesh babë, nënën do ta kesh nënë, edhe fëmijët do t'i kesh fëmijët e tu. Mirë, po çka ndryshon ai aspekti i moshës. Do të kitë të jenë një moshë e kështu me radhë. 33 vjeçar apo? Po, 33 vjeçar në bukurinë e Jusufit alayhis salam e kështu me radhë. Bile dhe në lartësinë e Ademit alayhis salam. Tham që do të jena me trup më të ndër. Allahu subhanahu çka thot? Më fal vesh pak, sepse për shikues të jenë të qartë. Nalësia e Ademit ka qenë afro 40 metra apo? Po, 33 dikon. 33. Po, 30. Çati dikon domethënë. 60 burilla. Gjigant do të jemi inshallah. Se byrili është për shembull 50 cm, i vin dikun te 30. 60 kësi. Po, 60 byrilla, po. Ashtu ka ardhur në hadith, në byrilla ka marrë. Po. Allahu subhanahu wa taala çka thon Kur'an? Jannatu adn yadkhulunaha man saluha min dhurriyyat man saluha min abaihim. Fal. Jannatu adn yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allahu subhanahu wa taala thot, do të hyjnë në xhenet dhe ata të cilët kanë qenë të mirë sikurse këta. Pra kanë qenë të mirë. Janë përgjigj urnave të Allahut subhanahu wa taala, kanë qenë rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Këto prej baballarëve të tyre, grave të tyre edhe çka familjes së tyre. Kjo një ajet që na tregon neve që do të jenë bashkë familjarët. Pastaj ka thënë walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin. Ata që kanë besuar dhe edhe pasardhësit e tyre u janë bashkangjitur në këtë besim, pra me iman. Çka? Alhaqna bihim dhurriyyatuhum. Neve do t'i bashkangjisim familjet e tyre me ta. Pra këto janë dy argumente të qarta që na tregon Allahu subhanahu wa taala se neve do të jemi bashkë me familjarët tonë, por kusht është imani. Kusht është besimi. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kusht është imani i cili neve do të na bashkon. Edhe pse Ibn Abbas kur flet për këtë, çka thot për këtë ajet? Se Allahu thot ne do t'i ngjesim, do t'i bashkangjesim pasardhësit e tyre me ta. Çka thot Ibn Abbas? Thot kjo na bën neve me dije se ne dim shumë që njerëzit nuk do të jenë me një shkallë në xhenet. Ndoshta baba shumë më i mirë ka qenë se djali. Mirë, po të dy besimtar. Mirë, po baba ka qenë shumë vepër mirë, me iman të lartë, ka qenë shumë analt. Ky ajet thot, neve na von me dije dhe na gëzon se Allahu subhanahu taala nuk e bën që kët ta zvesë poshtë. Jo asnjëherë. Po kët fëmijën e tij apo fëmijët e tij do t'i ngriten lart. Që neve na bën me dije Allahu subhanahu taala që do të bëhet kjo lidhja familjare do të bëhet shkak që dikush që shumë ulët në xhenet ngritet ti penalt e familjarët e tij. E kjo shumë çështje gëzuese dhe përgëzuese për besimtarin. Me qenë se këtë kemi me qenë me një mosh, çish do të bëhet dallimi baba, nona, as ka lidhje. Ajo tjetër perimetër. Nifet. Po nifet. Ti shpirti është i njëjtë. Po ne tham që shpirti largohet edhe kalbet trupi. Mbetet vetëm një kokër që është në bishtin kurizor. Edhe do të shërbejë ditën e gjykimit si do të bjerë domethënë shiu i madh, do të shërbejë sikurse pema që rritet, do të rritet trupi jon. Domethënë parametrat e ahiretit do të rritet. Pastaj do të kthehet i njëjti shpirt, i shpirti nuk vdes. I njëjti do të kthehet në trup. Pra do të kena kujtim do ta përmendim inshallah se si do të jetë komunikimi me xhenetlive mes vetë kështu me radhë. Këto janë gjëra domethënë çka duhet me i cek patjetër. Po.